Fundjavë e ngrohtë dhe me diell. Ky e diele mesi të muajit maj me temperatura të larta të ngjason me një fundjavë vere, duke të simbolizuar nisjen e sezonit veror me temperatura të larta, të cilat faktikisht janë karakteristike për verën e shumë pritur. Temperaturat e larta, dielli i ngrohtë me sa duket kanë bërë bashkë qytetarët e Vlorës, turistë shumë të huaj, por edhe pushues të mbërritur për fundjavë në Vlorë nga qytetet të ndryshme të vendit. Turistët të cilët shfrytëzojnë pushimet që kanë nga puna në vendet e tyre të jetesës apo origjinës, ndërsa pushuesit vendas që për shkak të motit të mirë dhe me diell, zgjedhin Vlorën për qetësi shpirtërore, për të shfrytzuar edhe ata fundjavën dhe ditët e pushimit. Të mbërritur në Vlorë me shoqërinë apo familjen, numri i tyre këtë fundjavë ka qenë tepër i lartë, duke i dhënë qytetit më tepër gjallëri dhe harmoni. Nuk kanë munguar as të huajt, të cilët sigurisht edhe në bazë të dhënave nga prenotimet në njësitë hoteliere janë kryesisht italian, por edhe nga vendet të ndryshme të Europës perëndimore dhe lindore. Sa herë që ka mot të mirë dhe me diell, Vlora merr një tjetër pamje dhe më shumë njeshi. Në Vlorën e bukur bregdetare, gjithçka me sa duket mbetet e lidhur me klimën e mirë, si dhe me diellin, duke bërë që qyteti të rikthehet aktiviteteve të ndryshme. Shumë persona këtë të diel shfrytzuan motin e mirë dhe bregdetin për të bërë plazhe për t'u larë në det, pasi temperaturat ishin tepër të favorshme. Por ka dhe nga ata që bregdetin e shfrytëzojnë për aktivitete të ndryshme sportive, si lojra, ecje, vrap apo dhe not. Nuk mungojnë as shëtitjet anës detit për më tepër qetësi dhe relaks. Krahas fluksit të madh të qytetarëve, të cilët kanë qenë kryesisht prezent në bregdetin e Vlorës, nuk kanë munguar as këtë fundjavë fluksi i lartë i automjeteve. Shumë segmente rrugore ishin të pushtuara nga qarkullimi i rënduar. Në ato rrugë të cilat të çojnë drejt bregdetit, trafiku ishte prezent. Rrugët me fluksin më të lartë të automjeteve ishin lungomare, por edhe aksi nacional Vlorë-Radhim-Orikum, i cili ishte totalisht i pushtuar nga makinat. Përqendrimi i lartë i tyre bëri që këtë fundjavë shumë segmente rrugore të përshkohen me më tepër vështirësi, e për të kaluar në to të duhej më tepër kohë.